Astrid Deharin, 9 vjet pas mbytjes së tij në burgun e Prizrenit, le të mbajmë 1 minutë heshtje. Jemi këtu bashk me familjen Dehari, me Tëtën Gjemile Basnavni, me Artën e me Arsën, me kryetarën e Kuvendit të Republikës Dimal Bashën, me studentë, profesor, kolegë të Astridit, ne të gjithë bashkaktivistë të tij, televizijës Vetëvendosje, që të bëjmë nderime sot me rastin e 9 vjetorit të mbytjes së tij në burgun e Prizrenit. Astrid Dehari ishte në burg për shkaqe politike, për shkak se nuk pajtohej me pushtetin e atëhershëm. Ajo mbyt në burg dhe sot e kësaj dite nuk ka as të akuzuar, as të gjykuar, e lëre më të dënuar për rastin e tij. 4 prokuror janë ndruar, 2 kanë qenë të prokurorisë themelore të Prizrenit dhe 2 të prokurorisë speciale, mirë po nuk ka avancim cilësor. Si qeveria e Republikës Kosovës jemi në gjendje gatishmërie shumë të vullnetshëm dhe të interesuar që ta ndihmojmë prokurorinë e shtetit. Mirë po 9 vjet janë tepër shumë, edhe 9 muaj do të ishin shumë. Pa u zbardhur ky rast, pa u sqaruar e vërteta dhe pa u sjellur drejtësia. Astrid Deharin do ta kujtojmë e përkujtojmë sa t'jetë jeta, po edhe brezat pas nesh, si një student shembullor, si një aktivist i paepur, student shembullor i Fakultetit Mjekësisë e aktivist i paepur i lëvizjes Vetëvendosje, i cili është model për secilin prej nesh në punët që i bëjmë dhe në idealet që i kemi. Edhe njëherë i bëjmë thirrje sistemit të drejtësisë që të bëj shumë më tepër, të angazhohet edhe çfarë nuk është angazhuar deri më tash, sepse kjo padrejtësi, ky krim është një plagë e hapur jo vetëm për familjen Dehari dhe lëvizjen Vetëvendosje, por për mbar popullin e Kosovës dhe Republikën tonë. Kryeministër, nëse mund të një pyetje në fakt, nëse mund është një komentim sepse në opinionin publik ka pas në fakt shumë teza që janë ngritur që mundën me qenë mbase kryeministri po mshef ose nuk po merret me këtë punë, mbase duhet me qenë dikush aktorë të televizijës Vetëvendosje. Si e komentoni këta zëra të opinionit publik në fakt? Edhe pse nuk është dita me bëu këtë pyetje mbase po me qenë se jemi këtu. Po e ritheksoj, është sistemi i drejtësisë, prokuroria, ajo e cila duhet të bëj shumë më tepër në mënyrë që të zbardhet e vërteta, të sqarohet rasti dhe të sjellet drejtësia. Si lëvizje Vetëvendosje, fillimisht, e tash edhe si qeveria e Republikës Kosovës, na ka në dispozicion për çka do të u nevojitet, por ne punën e prokurorisë edhe të sistemit të drejtësisë nuk mund ta bëjmë. Këto janë shtyllat të ndara të pushtetit. Ne shprehim gatishmërinë, vullnetin dhe interesin ton për drejtësinë dhe për të vërtetën. Ka shumë mundësi që në këtë rast duhet të hetohet edhe procesi i hetimit që është zhvilluar në fillet e tij. Meqense kur diçka nis mbrapsht, atëherë bëhet dyfish më vështirë që të bëhet mbar. Ne kemi gatishmërinë edhe interesimin, por si kryeministër Republike, unë, aktivistët tonë, ministrat tonë, deputetët tonë, nuk mund bëjnë edhe prokurorë e gjykatës. Është domosdoshme që të merret me prioritetin më të lartë mbyllja e kësaj plage të hapur.
Jemi këtu për të kujtuar jetën e veprën e Astrid Daharit, një njeri shembullor, një aktivist i pashoq që na tregon që ne duhet të vazhdojmë rrugën e tij, të qëndrojmë kundër padrejtësive që bëhen në këtë vend. E fatkeqësisht padrejtësia më e madhe është bërë vetë atij. Veç duhet të kuptoni që edhe në kohën e Jugosllavisë, në regjimi fashist kanë saju akt akuza kur i kanë marrë njerëzit në burg. Astrid Daharin e kanë marrë në burg për 67 ditë pa akt akuzë, pa marrë pyetje pasgjë. Kjo është një prej akteve më të rënda që i ka përjetuar vendi jonë pas luftës. Pra, ju e dini që lufta, betejë më e madhe e popullit tonë është bërë për liri dhe drejtësi. Se ka prit kërkush që na me vujt ma keq se që kanë vujt shqiptarët në regjimin fashist të Miloševićit. Kjo ka ndodhur në rastin Astrid Daharit, edhe unë mendoj që bashkë me kryeministrin Axhan Ahmet Tetënxhemile, me Ortën, me krejt bëjmë thirrje që të ketë drejtësi në këtë vend për shkak se njerëzit kanë vdek, kanë ra për me pas drejtësi kjo republikë. E tash presim drejtësi për Astrid Daharit dhe duhet mirën pyetjes që tha kryeministri dhe vetë hetimet që janë bë. Për shkak se është e padrejtë, mas 9 vjetë na nuk e dim ende rezultatin epilogën e këtij rasti për shkak se sistemi i drejtësisë nuk mirën me ta. Ne në Kosovë ka pas ndryshime në kuvend, në qeveri, drejtësia vazhdon me lëngu, edhe njerë po tham, asnjë qytetar i Republikës nuk e pranon këtë padrejtësi për shkak se mund të na ndodhë gjithë neve. Kështu që më vjen keq për sistemin që e kemi dhe uroj e shpresoj që të zbardhet rasti sa më parë. Në radhë pari përshëndes kryeministrin, kryeparlamentarin e Republikës së Kosovës, gjithë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, bashkërimtarët e Astridit, veprimtarët e lëvizjes vetëvendosje dhe gjithë pranishmit, pa marrë parasysh se nga kanë ardhur që janë sot këtu. Për 9 vjet kanë qenë të gjithë këta gjithmonë për krah nesh në këto përvjetore që nuk janë të lehta. Sot është përvjetori i 9 i rënies së Astridit në burgun e Prizrenit dhe ky rast ende nuk ka përfunduar, nuk ka gjetur zgjidhjen. Kjo flet shumë për një sistem jo funksional të drejtësisë, dhe ki jo funksionalitet mund të jetë më shumë duket se është i qëllimshëm se sa i pa qëllimshëm. Ne si familje dhe në emër këtyre gjithë pjesëmarrësve që janë sot këtu, kërkoj që ky rast ta gjejë zgjidhjen, gjithësia, do thotë drejtësia të kthehet në binarët e duhur, sepse kjo është flet për një njollë të keqe të drejtësisë në Republikën e Kosovës dhe nuk do duhet vazhdojë më kështu. Uroj që për këtë rast dhe për gjitha rastet që janë në Kosovë, drejtësia ta thotë fjalën e vet si duhet. Ju faleminderit. Do të them edhe unë dy Patjetër, fjalë. patjetër. Detyrove ti me folë se e shtrove një pyetje. Për mu përgjigj, që ajo prokurori nuk ka punë me vetëvendosje, Astridi ka qenë antar i vetëvendosjes. Astridi politikisht o mbyll, u vranë burgun e Prizrenit. Syl Hoxha, në Xhmi Krasniqi, në dalin e ta thojnë, ndërsa ju ka ardhë më koha, me të thonë të vërtetën se shka kanë pa në Astridin. E jo neve me na kërku që s'kemi qenë prezent. Na po presmi prej tyne, po 9 vjetë nuk është pak. Nuk është pak me prit. Duhet edhe që të prokuror të ri që kanë ardhë, me di se shka duhet me botu tje. Që thiri ja bëj, ma shumë s'kam qëtë.